Por Kurti është i dopt. Është politikan i dopt momentalisht. Nuk ka fuqi politike. As nuk ndërtin me ndërtu strategji. Kretë që ka bën Kurti është krijon kaos në shoqëni, edhe disa njerëz kanë prirë me ja interpretu si strategji. Jo, kjo është dështim i Kurtit. Kurti ka dështu me bo Albulena Haxhiun kryetari i Kuvendit. Është kështu? Kurti ka dështu me bo kryeministër vetë, është kryeministri por që merr dekret për presidentit dhe nuk arrin të bëhet. Kurti ka dështu me bo kryeministrin e dytë, mandatarin e dytë zotin Konjufsa. Kështu që mendoj që ta 9 muaj janë dështimi politik kolosal i Kurtit. Është fitore e opozitës. Pse? Se opozita ka fituar argumentin politik që Kosova bën edhe paku Albulena kryetari i Kuvendit, po? Bën edhe paku kryeministër Kurti. Dhe ka fitu betejën juridike që po shkilet ligji, po shkilet kushtetuta. Në këtë kuptim, ne si opozit mund ta shpallim këtë si fitore tonën. Edhe është e drejtë e jonja. Kërkesa me ja votu qeverin Kurtit, po e thëmë thjesht, është kërkesa më absurde që kom një herë. Po pse prej kur opozita votoj ka qeverin pa marrëveshje politike, pa marrë pjesë në pushtet? Po opozita definohet nga fakti që se voton qeverin. Jo, po vynë me kriju institucione, du të më na votu. Qysh më na votu? Qysh na me votua? Unë që kom kërku vot, anë e konë Kosovës, më thonë njerëz votom se darzoj Kurtin, që mendoj që një pjesë të detyres tonë kemi kryu. Mos me elan Kurtin më bo kryeministër. Pjesa tjetër e detyres tonë është që mas 28 dhjetorit me vendos Bedri Hamzën zyrët kryeministrit. E kjo është ajo për çka po punoj.